Niveli i përgjithshëm i çmimeve u rrit me 2.2% në muajin tetor. Sipas metodologjisë së Eurostat, gati 0.1% më shumë se matjet kombëtare. Sipas Instat, rritja më e madhe e çmimeve prej 8.9% vjet re në grupin argëtim dhe kulturë, pasuar nga grupet pije alkolike dhe duhan me 3.1%, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 2.8%, shërbim arsimor me 2.7%, hotele, kafene dhe restorante me 2.6%, mallra dhe shërbime të ndryshme me 2.4%, veshje dhe këpucë dhe qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji me 1.4% secili, ushqime dhe pije jo alkolike me 1.3%, shëndeti dhe komunikimi me 1.1% secili. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti ulën me 0.5%. Në muajin tetor të vitit 2025, ndryshimi mujor i matur nga indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit është plus 0.01%. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit veshje dhe këpucë me 1.1%, pasuar nga grupet të mallra dhe shërbime të ndryshme me 0.5%, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 0.2%. Rumania u përball me rritje më të madhe të çmimeve me 8.3% në muajin korrik, e ndjekur nga Estonia dhe Slovakia, ndërsa Zvicra dhe Çipro kishin rritje më të ulët me pak se 0.2%. Indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit mat ndryshimin e nivelit të çmimeve me pakicë të mallrave dhe shërbimeve nga pikpamja e strukturës së shpenzimeve të cilat konsumatori synon për konsumim final në territorin e Shqipërisë. Indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit përdoret për monitorimin e lëvizjes së çmimeve me pakicë në vendet europiane, duke krahasuar përqindjet e inflacionit nëpërmjet vendeve të Europës dhe si inflacion zyrtar i Bankës Qendrore Europiane, duke siguruar stabilitetin e çmimeve në Bashkimin Ekonomik dhe Monetar.